Për herë të dytë, kreu i NU, Florenc Hoxha, ka mbetur i plagosur. Sipas policisë, autori i plagosjes është I Veliu, I cili tashmë është shpallur në kërkim. Ndërsa, sipas mjekëve, Florenc Hoxha tashmë ndodhet në spitalin kirurgjik të Kryeqytetit dhe po merr mjekimet për këtë plagosje. Florenc Hoxha, drejtori I Inspektoratit Urbanistik Vendor në Kryeqytet, është plagosur mbrëmjen e sotme në ambientet e një lokali pranë banesës së tij në Fark. Mësohet se Florenc Hoxha është goditur me thikë dhe ndodhet aktualisht në ambientet e qendrës spitalore Nën Tereza. Mjekët të këtij spitali bëjnë me dije se Hoxha ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë nga burimet policore mësohet se autori është I Veliaj dhe po punohet për kapjen e tij. Nga hetimet paraprake dyshohet se ngjarja ka ndodhur për shkaqe pronësia. Sipas policisë, Hoxha, I cili ndodhej në lokalin ku ka ndodhur ngjarja, I shoqëruar me persona të tjerë, është konfliktuar me autorin I cili e ka goditur me thikë 2 herë, duke I shkaktuar plagë në trup, por fatmirësisht duke mos vënë në rrezik jetën e tij.